Dëshiroj të bëj urimet e mia e vëllezërve krishterë ortodoks me vetë fjala që Krishti ka thënë mbas vdekjes, paqe me ju. Besoj se sot, më shumë se kur duhet kjo dhurata e paqes, e shohim vetën nëpër vendin e për botën. Por mos na gënjej fjala dhuratë, sikur është një dhuratë prej lartit, ne presim kështu në mënyrë pasive. Besoj se Pashkët me dhuratën e paqes është një festë e veçantë që nxit përgjithësi. Në fakt kjo festë, po sikur e zhveshëm nga fjallori teologjik ose nga elementi krishterë fetare, shkon edhe për ata që nuk janë krishterë, për shembull. E mira për ne është Krishti që ka jetuar mirë, ka bërë mirë, e mira për ne njerëzit është aq e fuqishme sa që na jep neve vetë realizimi. E ku njeriu nuk bën mirë, nuk vepron mirë, vetëm dështohet. Dhe e mira që e mira është sa që as vdekja nuk e mban. Kjo është kuptimi, përkthimi tjetër i ngjalëse. Prandaj jemi të ftuar, shpresoj nga kjo Pashkët të jetë për ne besimtarë dhe jo besimtarë, me njerëz me vullnet të mirë, një nxitje të marrim përgjegjësi për të ndërtuar paqe, për të ndërtuar dashurinë, që çdo vend bosh nga dashuria ose nga paqja jep hapësirën e keqe ose egoizmi idealizore. Sot në këto ditë kemi nevojë më tepër se asnjëherë që të jemi të bashkuar me njëri tjetrin, të përçojmë mesazhet e paqes, e harmonisë mes njëri tjetrit. Sot bota në përgjithësi ka nevojë për këto mesazhe, për mesazhe paqe dhe harmonie. Prandaj ne jemi një shembull si shqiptar për të gjithë botën, të cilët përçojmë këto mesazhe të harmonisë dhe respektit mes njëri tjetrit. Uroj që të kalojmë ditë të mira si popull, si qytet, si vendi joni dhe shpresoj që inshallah dita e nesme të jetë më e mirë se e sotmja dhe e sotmja të jetë më e mirë se e djeshmja. Në emër të Bashkisë Shkodër, ju uroj të gjithë besimtarë ortodoks gëzuar festat, qoftë një ditë sa më e bukur, begatë dhe e paqët. Në këtë ditë shenjtë, këtë ditë të madhe për besimtarët e krishterë ortodoks, dëshirojmë që në emrin tonë, po edhe të Partisë Demokratike, të përcjellim urimet më të mira të gjithë besimtarëve ortodoks të Shkodrës, të Shqipërisë dhe mbar botës. Qoftë kjo ditë e shenjtë, një auguri mirë për paqe, begati, prosperitet dhe shëndet për çdo besimtar. Gëzuar Pashkët ortodokse të gjithë besimtarëve. Kjo është një festë që mbart një mesazh të rëndësishëm besimi, shprese dhe ripërtëritje. Është kënaqësi e madhe për mua me uru këtë festë nga Shkodra jon, qyteti që mbart vlera tradite dhe bashkëtese. Dhe në këtë ditë le ta shfrytëzojmë këtë mesazh të kësaj feste për të qenë më të bashkuar në komunitetin tonë. Ju uroj gjithë besimtarëve ortodoks, kudo që ndodhen, gëzuar festën e Pashkëve, marrësi, lumturi, begati, paqe në familjet e tyre. Uroj të gjithë besimtarët ortodoks gëzuar dhe përshëndet festën e Pashkëve. Qoftë kjo ditë një ditë e madhe, një ditë paqe, një ditë urimi për të gjithë besimtarët dhe të gjithë shqiptarët për që janë. Ishte kënaqësi e veçantë sot për të vizituar në rastin e Pashkëve ortodokse popin dhe jo rume me gjithë zemër gëzuar këtë festë. Edhe popi faktikisht në uroj me gjithë zemër për titullin kampion. Kështu që shpresojmë që të arrijmë gjithë bashkë titullin kampion edhe uroj gëzuar gjithë besimtarëve ortodoks ditën e Pashkës.